diferenca ka qenë tejet e madhe që në raundin e parë, që në 19 tetor, megjithatë na është bërë me hile që nga ajo ditë deri më tani, në më tepër dimensione ka qenë hileja, pikë së pari në aspekt të sabotimit dhe mos arritjes cenzusit, ku partitë në pushtet bojkotuan zgjedhjet. Do më thonë ndani të njëjtin qëndrim të zotit Ahmeti se ka pasur sabotazh bojkot. Po, ka patur sabotazh, ka patur bojkot, edhe ajo është manifestuar më 19 tetor, vetëm që Aleanca Kombëtare për Integrim mos shënoi fitore në këto dy komuna, që pastaj gjithë aparati shtetëror të koncentrohet në këto dy komuna, që me shpresë të ndryshojnë rezultatin zgjedhor. Megjithatë, kjo nuk është arrit, nuk u arrit. Gjithashtu, hileja ishte edhe në një dimension tjetër. Për çfarë? Sipas rregullit, sipas dispozitave ligjore, duheshte të mbaheshin zgjedhje të përsëritura, e kur kemi zgjedhje të përsëritura, pikë së pari të njëjtët kandidat duhet të jenë në garë, jo të kemi ndryshim të lojës, ndryshim të rregullave në mes të lojës. Çështja e tretë ishte... Ndryshim të kandidatëve kishim vetëm nga ana e Vlenit. Po, çështja e hileja e tretë ishte emërimi i... Të besuarve. Të besuarve, poverenikëve, me gjuhën e qeverisë, po shprehim. Po mirë, atyre ju mbaroi mandati. Zoti Tisen Shabani i mbaroi mandati, ndërka që ushtruesi i detyrës, zoti Valbon Limani nuk i mbaroi. Të zoti Limani, ai është i besuar i qeverisë dhe ai do të duhej të ishte derisa të zgjidhet një kryetar tjetër i komunës nga populli të ishte në atë pozicion.